dha nderin Zotit. E buri besimin e vet në Zotin dhe në Mojsiun, shërbëtare e shqiptoria e tij. I lëndojmë Zotit e mrekullueshme shpitoria e tij. Lëndojmë Zotit, sepse mrekullisht të mirë, ka një kaluarës të kradosin në fund të jetit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai, veç ai më shpëtoi. Ai është hyri, atë lavdëroj. I lëndojmë Zotit e mrekullueshme shpitoria e tij. Është rria unë me siguri në kus. I lëndojmë Zotit e mrekullueshme. Atë ke bërë me popullin hebrej për e lirove prej ndrymjes së faraonit, e kryen edhe tani, me ujin e rilindjes për shpëtimin e kombeve, bëj që të gjithë njerëzit e botës të numërohen ndër bijtë e Abrahamit e të bëhen pjesëtar të nderit të popullit të zgjedhur, në Krishtin Zotin tonë. Amen. Të shpërndar, dhe të cilët shkuan e përdosën emrin tim të shenjtë, sepse flitej për ta. Ky është populli i Zotit e ju ndesh të dalë prej tokës së tij. Por unë pata nderin për emrin tim të Izraelit, për shkak të emrit tim të shenjtë, që u shndërrua në popull dhe të cilët shkuan. Unë do ta shndërroj emrin tim të madhërueshëm, të cilët ju e shndërruat për popull, e ndotët në mesin e tyre, që paganët ta dinë se unë jam Zoti. Thot Zoti hyj, ku të dëftohen i shenjtë ndër ju e para syve të tyre. Do t'ju heq prej pagan, do t'ju pastroj nga të gjithë idhujt tuaj, do t'ju jap një procesion premtues. Vazhdimisht planin e shpëtimit të njerëzve, që mbar bota ta sprovojë dhe të shohë se ti ngre atë që ishte rënë poshtë për të rinë atë që ishte vjetruar, dhe të gjitha gjërat i bashkon në njësi në Krishtin që është krijuesi të gjithëve, që jeton dhe mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Ta kryqësojnë dhe të tretën ditë të ngjallë. Atëherë u lavë në mend fjalët e tija, u kthyen nga varri dhe i njoftuan mbi të gjitha këto të 11 e të gjithë tjerët. Ishin Maria Magdaleni, Gjonja e Maria e Jakobit, po edhe gratë tjera që ishin me to, u treguan apostujve të njëjtën gjë. Por apostujt këtë fjalë i morën për trillime e nuk u besuan. Megjithatë, Pietri quha, shkoi vrap te varri, u përkund dhe pa vetëm kulturë. U kthye në shtëpi i habitur për krejt çka kishte ndodhur. Fjala e Zotit. O hyj, shpirti yt e ndë ujëra që në fillimin e botës, kështu që qyshat herë natyra e ujit, fitoi fuqinë shenjtëruese. O hyj, ti e shënove për ngjasimin e rilindjes me vetë shpërndarjen e përmbytjes që me misterin e të njëjtit
në bashkim me Shpirtin e Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Bekoni o burra Zotin, lëndojeni dhe madhërojeni në shekuj. Amen. Për të gjithë ata që sot kanë marrë pagëzimin dhe të gjithë të pagëzuarit në Krishtin e ngjallur, që të jenë të çliruar nga mëkati për të jetuar në jetën e re, të lutemi. O Atë na dëgjoj. Për të gjithë ne që kemi marrë pjesë në përkujtimin e ngjarjeve të mundimeve të Krishtit, që të dim të jetojmë të bashkë si një ndodhi kthimi, të lutemi. O Atë na dëgjoj. Për mbar botën, që ta gëzoj paqen e vërtetë, të dhuruar për Krishtin të ngjallur, të lutemi. O Atë na dëgjoj. Për ata që vuajnë, që pikëllimi i tyre të shndrohet në gëzim, të cilin askush s'mund t'u amarrë, të lutemi. O Atë na